Faqja na ishte dikur kujton një nga legjendat e humorit shkodran dhe atij shqiptar të madhin dhe të paharuarun Gëzim Kruja. Gëzim Kruja, një emër që ka mbetur i lidhur pasgjithshmërisht me qytetin e Shkodrës dhe me historinë e humorit shqiptar. I lindur në vitin 1939, ai erdhi në një familje ku humori ishte pjesë e çdo gëzimi familjar. Gjyshi dhe babai i tij sillnin buzëqeshje në çdo fest, duke ndërtuar një trashëgimi që Gëzim do ta vazhdonte me pasion të jashtëzakonshëm. Kruja ndërtoi një karrierë që zgjati mbi 55 vjet. Si aktor, autor, skenarist dhe regjisor, ai solli në skenat e Shkodrës dhe Tiranës dhjetra recitale, përfshirë 3 në Pallatin e Kongreseve. Mbi mi role, figura komike dhe satirike, mimik dhe plastik perfekte. Publiku e ndoqi gjithmonë me përkushtim, sepse talenti i tij ishte i lindur për të transformuar çdo karakter. Gëzim Kruja nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte klon cirku, pantomimist, kupletist dhe mjeshtër i improvizimit. Partneritetet e tij skenike me emra të mëdhenj të artit, si Tano Banushi, Zylja Miloti, Paulin Preka, Katrina Biga dhe Zef Deda, sollën shfaqje të paharueshme që bën historinë e humorit shqiptar. Po ashtu, ai u bë mentor për breza të rinj, duke frymzuar talente si Muhamet Çekini, Bujar Qamili dhe Bujar Ademovi. Si autor, Gëzim Kruja shkroi 15 komedi të vendosura në skenë nga grupe të ndryshme artistike, si Të kam në zemër, Pse smartohe Zylfo, Puplat e fundit dhe Hyn fjalë ka dole. Publiku i përqafoi me dashuri. Ai la gjithashtu mbi 250 skeçe, monolog satirik dhe skenare filmash humoristik. Veprat e tij letrare, si Qeshën gjesh, Ju afroj buzëqeshje dhe Keni nevojë me qesh, përmbledhin thelbin e humorit që ai përfaqësonte, të zgjuar, të mprehet dhe gjithmonë me një mesazh të thellë shoqëror. Për kontributin e jashtëzakonshëm, Gëzim Kruja u nderua me tituj të shumtë: Artist i merituar 1977, Krenaria e qytetit 1999, Naim Frashëri i Art 2004 dhe Mjeshtër i Madh 2010. Humoristët si ai nuk ishin thjesht artist, por përfaqësues të vlerave qytetare dhe kulturore, që ruanin shpirtin intelektual dhe qytetar të Shkodrës. Gëzim Kruja ndëroi jetë më 5 prill 2020 në moshën 80 vjeçare, por trashëgimia e tij vazhdon të frymëzojë. Ai mbetet një emër që nuk harrohet, jo vetëm për humorin që solli, por për dashurinë ndaj qytetit të tij, për përkushtimin ndaj artit dhe për buzëqeshjet që jetojnë ende në kujtesën e publikut. Gëzim Kruja, legjenda e humorit shqiptar, një burim frymëzimi dhe një simbol i përjetshëm i buzëqeshjes. Faqja na ishte dikur e kujton me nderim e respekt.